Do të përgatisim akullorin me 2 përbërës bazë, pastaj i treti është opsional, mund t'i hidhni atë që ju preferoni. Fillimisht do të montojmë panën e ëmbëlsirave. Do të shtojmë pandën, qumshin e kondensuar dhe do ta përzijmë prapë. Unë do t'i hedh copa çokoladash fondente, por ju mund të hidhni edhe një reçel të afët, siç mund të jetë reçeli mjedrës ose thjesht mjedër e zier pa sheqer e bërvet për ta balancuar pak shijen dhe më pas do ta vendosim në frigorifer në ngrirje për 3-4 orë e pas kësaj kohe do të jetë gati për të konsumuar.